Gritja ka nevojë kjo protest për të ketë lider në krye apo të vazhdoj kështu siç është nisur? Siç e fillova ta thash, kjo është një pyetje me shumë vend. Paria ka filluar edhe të punojë edhe në këtë anë, kanë nxjerr 10 lista intelektualesh, bile njëra kishte rreth 200 intelektual në mërgat në diasporë, të cilët mezi pas kishin pritur këtë protest për t'u ndjerë shqiptarë dhe për të thënë që janë të gatshëm të punojnë për Shqipërinë. Unë për gjithë këto lista që mbijnë, që janë gjitha krijime dhe trillimet Paris Tiranës, në një masë ose në një tjetër, do thoja që njësia matse për gjitha këto është çfarë kanë bërë gjithë këta njerëz që aktivizohen sot për Shqipërinë, cili është mesazhi i tyre, cili ka qenë mesazhi i tyre për Shqipërinë, dhe pse u zgjuan sot. A mos është fallë ky një lloj oportuniteti politik, oportunizmi politik nga njerëz të cilët as nuk kanë studiuar Shqipërinë në doktoraturat e tyre, të cilët as nuk janë ndjer për Shqipërinë, një pjesë të cilëve kanë qenë edhe funksionarë shtetëror të lartë deri para pak kohësh dhe tani që kanë marrë pozicione, jam i sigurt, të merituara akademike dhe hapet oportuniteti politik, krijojnë lista në mbështetje të protestës pa dhënë ndonjë ndihmës reale, pa dhënë ndonjë ide të qartë se si dhe qysh, dhe cilat kanë qenë problemet e Shqipërisë deri më sot dhe si do të jetë zgjidhja. Mua këto më duken zgjidhje false, por nga ana tjetër, Shqipëria dhe protesta ka nevojë për një linjë të qartë. Ndoshta jo detyrimisht një grup drejtues që dali ballazi, sepse Paria e Tiranës i ka edhe gurin edhe arrën në dorë, ndaj dhe unë e mirë kuptoj deri në një farë pike mënyrën e fshehtë të organizimit të protestës, por ka nevojë që linja të jetë e duhur, ka nevojë që të ketë një drejtim të qartë, ka nevojë që protesta njerëzve t'ju flas drejt për drejt çdo ditë, pa ndalim, sepse duhet kundërshtuar edhe propaganda e shfrenuar e Paris së Tiranës, e cila kontrollon përveç të tjerave dhe mediat janë vegla, me përjashtime jashtëzakonisht shumë të pakta, janë gjitha veglat Paris Tiranës, të cilat vetëm me thashë themet që ju ushqen Paria e Tiranës. Pra këtu ka ardhur koha që protestuesit jenë të matur, të mençur, të krijojnë struktura të vogla, të lidhura mes njëra tjetrës, të gjejnë një platformë të qartë organizuese, të pakontrollueshme nga Paria, dhe në momentin që të jetë koha për shkallëzimit mos të jetë drejt dhunës, po të jetë për shkallëzim drejt tërheqjes të sa më shumë shqiptarëve, drejt protestës, sa më shumë shqiptarëve drejt sa rrugë, e cila e përsëris nuk i përket as të majtës, as të djathtës, as të poshtmes, as të lartës, as qytetarit, as katundarit, as Tiranësit, as Shkodranit, as ati në Frankfurt, as ati në New York, as ati në Washington DC, i përket të gjithë shqiptarëve. Kjo është protest që i përket gjithë shqiptarëve dhe duhet që sistemi i ri të përfaqësojë të gjithë shqiptarët. Ka kohë sa duash për parti, ka kohë sa duash për veprime politike të mëtejshme, në radhë të parë duhet synuar shkatërrimi i këtij sistemi. Jo thjesht dorëheqja, por duhet bjerë ky sistem që ka rënë në legjitimitet, duhet bjerë edhe në realitet. Pyetja që bëhet më shpesh, po themi në qarqet e protestuesve, por edhe mes shqiptarëve është: besoni që Rama do t'jap dorëheqjen? Unë ditë ju them që besoj që Edi Rama do t'i shkoj deri në fund antishqiptarisë vet, që Sali Berisha do t'i shkoj deri në fund antishqiptarisë vet, që veglat e tyre do t'i shkojnë deri në fund antishqiptarisë vet, që do të përpiqen ta çojnë këtë punë në dhunë e në gjak nëse nuk kanë zgjidhje tjetër, që deri atëherë do të përpiqen të fusin ashkla dhe pyka dhe të tjetërsojnë mesazhet e një proteste të pastër, dhe ta bëjnë këtë protestë neutrale, dhe ta bëjnë këtë protestë thjesht për ambientalistë. U përpoqën me një deklaratë të Parlamentit Evropian që t'ja ulin tonet protestës, se ja tani çështja ambientale u zgjidh, Parlamenti Evropian foli, nuk ka më nevojë për protestë, po përpiqen që ta çojnë protestën drejt dhunës, dhe kjo e asocion atë me Partinë Demokratike, dhe dihet se sa njerëz tërheq
protesta e Partisë Demokratike dhe sa legjitimitet nën zero kanë të gjithë drejtuesit e saj, nga më i madhi tek më i vogli. Pra janë duke përpjekur gjithë së bashku duke bërë punën e vet. Nga ana tjetër, Sali Berisha që deri dje ishte kundër protestës, tashti thot dilin protesta edhe sepse më shajnë mua. Pra është një vorbull e madhe veprimesh dhe veprimtarish, herë të dukshme e shpesh herë të padukshme të Parisë e Tiranës, të cilat synojnë që të mos lejojnë askënd që ta bëjnë tokën djerë dhe të mos ta lejojnë këtë protestë që të jetë humusi i një Shqipërie të lirë. Shqiptarët nuk kërkojnë një Shqipëri të re. Shqipëria është e jona, kjo është Shqipëria. Nuk është një Shqipëri e re, edhe ky është një parrull që mund të interpretohet në shumë mënyra të këqija. Shqiptarët kërkojnë një Shqipëri të lirë. Shqiptarët kërkojnë një sistem të ri politik. Shqipëria kjo është ka mijëra vjet që ekziston dhe do të ekzistojë edhe për mijëra të tjerë kur ne mos jemi më gjallë. Shqipëria nuk do të ri-inventohet, nuk do të ri-shpiket. Shqipëria është kjo, por ne duam një sistem, dhe kur flas gjithë popull në emër, jo se e përfaqësoj unë, po mendoj se flas në emër të gjithë popullit shqiptar, ne duam një Shqipëri të lirë, një Shqipëri të mundësive, një Shqipëri ku gjithë secili të jetojë me nder. Nuk është e re, është një Shqipëri, po ajo Shqipëri është, por është Shqipëri për shqiptarët, jo për pushtetarët, jo për ata që vjedhin popullin e vet, jo për ata që e konsiderojnë popullin e vet këta pisa. Kjo duhet me qenë Shqipëria, jo për ata që i vjedhin parat ditën dhe i lënë kazino natën. Kjo duhet të jetë Shqipëria, Shqipëria e njerëzve të ndershëm, njerëzve që punojnë, njerëzve që sakrifikojnë, njerëzve që kanë ndjenjën e limit publik. Këtë kërkojnë protestuesit. Ndonse mund mos ta artikulojnë me kaq nuancë sa po artikuloj unë jam i bindur që kushdo që i flet një protestuesi këto fjalë gjen mirëkuptim tek protestuesit. Pa asnjë lloj dallimi, as majtas, as djathtas, as në qendër, as sipër, as poshtë, as verior, as jugor, as nga Kosova, se kryeministri prandaj e cilësova anti-shqiptar, doli dhe me atë tezën më anti-shqiptare të mundshme që tha kosovarët nuk duhet vinë këtu. E para punës nuk ka kosovar, ka shqiptar të Kosovës. E dyta punës, kush është kryeministri i Shqipërisë që të pengoj popullin shqiptar që të protestojë? Shqiptarët e Kosovës janë pjesë e popullit shqiptar. Shqiptarët e diasporës janë pjesë e popullit shqiptar. Shqiptarët e Iliridës janë pjesë e popullit shqiptar. Shqiptarët e Çamërisë janë dhe arvanitësit janë po ashtu pjesë e popullit shqiptar. Kështu që nuk ka të drejtë askush ta thotë këtë, po janë një kryeministër anti-shqiptar sigurisht që e thotë këtë dhe sepse do të dalë nga laku ku e gjen veten sot.